e ka antarin e në bërë të kompanisë regionale pastërimi, e ka nipin e vetë që e menaxhon kompaninë e pastërimit Lipjan, i ka ton kompaninë e pastërimit Lipjan, aty janë deponit, pse si ka thonë nipit heqe për se më bënë e hurë? Qytetarët e Lipjanit e din, ky deponi e ka mush Lipjanin, ka bot deponit e shtigjet e ecev, ka bot... Nuk mundet me hop deponi neve kuna konvenon. Nuk ka komunojnë deponi e cila është me akt ligjor. Deponia jonë është deponi regionale në Mirash. Vendimin për deponi që e ka marrë në Bregzi, krajisht atje për qantë e ngordur edhe mbetorinat tjera që nuk e kanë leju qytetarët. Pse s'pes qaron këtë çështje? Pse s'pes qaron raportin e tij me avokatin Sabri Kureziu që i ka dhënë shumë prona dhe shumë ndërtime? Imre. Nuk e ditë se në pronë e ka dhe pronat nuk i jep kryetari, jep një komision në përbërje nga partitë ndryshme politike që zgjedh kuvendi, madje me konsenzus dhe është edhe antar i partisë tuaj të NSSD Lulzëm Rustemi. Kështu që e ka në nënshkrimin e vaj. E dyta nuk e ka nënshkruar kontratë, sepse ka filluar procedura dhe është mbyll për shkak të mosmarrëveshjes që ka pas me pronarët e tokë. Domthonë është e shpallur nula ja punë, s'ka lidhje me atë. Çështja tjetër, deponia tek Gracka. Nuk është deponi. Vendimi i kuvendit komunal është për dislokim të vend parkingu të automjeteve të ndërmarrjes pastërimit Lipjanit dhe për zyre, jo për deponi. Momentalisht kanë hedhur një tro mbetorina të cilat e kanë detyrim rana 10 ditë me pastrim. Faleminderit Shukri. Shko më këshyre. Shko këshyre çdo ditë atje deponin, nuk ka shans pa qenë mas pokti 15-20 kamiona deponi që rrin ton kuën, 24 orë. S'ka asnjë zyre aty. Ka deponi tekorishteve. Ka qenë ndacak që janë të rrezikshëm. Thotë nuk ka të bëjmë me një deponi ditore, është vetëm manipulim me vendim. Shikoj jeta, nuk thash që ka zyre. E kemi mbyll deponin që ka qenë te Lumi Sitnisa. Me Bashkimin Evropian, kemi bërë investime shumë dho për mos me pas një deponi tillë prapë në Lipjan. E kanë bërë deponi tjetër në një vend historik. Unë nuk thash që ka zyre. Unë thash vendimi i kuvendit me shkrim është aprovu dhe është dhënë që atje të vendosen zyre të dislokohet nga kjo pjesa ku është bashkë me kamionat, thjesht për garazhimin e automjeteve të ndërmarrjes pastrimi e jo për deponit beton. Nuk ka deponi dhe nuk do të ketë deponi aty. Mund të ketë momentalisht, nuk e marrë. Pse si mbo zyre? Sepse ndërmarrja është në krizë, na nuk e financojmë ndërmarrja, është ndërmarrja regionale jeta. Njësia aty në Lipjan. Kompetencat komunale janë. Asnjë lloj kompetence nuk e kemi aty. Faleminderit, 3 sekonda ti Lirit. Faleminderit jeta. Kështu. Kjo është një çështje se ky fillimisht vetëm në të më pohon mu, a jeton Prishtina si jeton Dragodan? Jo, jetoj në Torin, nuk jeton në Torin, nuk është e vërtet, jeton, na mujë me shku me ku jeton, kjo jeton Dragodan, se kjo jarë mangat partisë, se sekretarit me kongat, në letër me bon në shkres, që ata e ka. Për këto që po i thetë, qytetarët e Lipjanit e din, ky deponi e ka mush Lipjanin, ka bot deponit e shtigjet e ecev, ka bot e shtigjet e ecev në gjitas me deponia shtigjet e ecev. Ti mund është marrë me kamerë të me vërtetu ato pak që thetë ky. Po kë nuk i përjeton Lipjan, me qenë si jeton Lipjan, kë nuk e di as ka me ka pa ujë, as nuk e di ku janë qenë dacak, as ka bërlogur. Kur po deponi, a me vendime ka bo, apo ka leju me u kriju deponia? O deponia është ekzistuese, ku shkojnë kamionat të shkarkohen ato, ti mund është marrë me pa këta. E menaxhon pastrimi a komuna ato? Po, kush e ka dhënë lejen? Ky po thotë na e dham lejen në far komisioni joni është. E tha më herët. Jo, ky tha pronën e ka dhënë. Pse e ke dhënë ato? Demi që se më dallani çao prona. Jo, pse e ke dhënë? Se kuptoni. Ai dallon atë mua e kallzon ku e ki deponin, cilën pjesë Lipjanit e ki. Ilir ta ndëgjojmë përgjigjet. Hajde ta ndëgjojmë. Ne të kallzon cilën pjesë të deponin e ka Lipjanit. Kallzon, cilën pjesë orienton. Nuk lejohet deponi në Lipjan. Asë nuk është e licencuar, nuk ka, nuk do të duhet me pas. Aja që është ndodh, ose që ka ilegale ato që kanë ndodh, ne kemi për detyrë me hek për deponit tjera ilegale. Kjo që është ndërmarrjes regionale pastrimi, shikoni, pastrimi edhe në Prishtinë ka të lashe, edhe në gjitha komunat, sepse është ndërmarrje regionale, nuk në përgjithësinë tonë, nuk në llogaridhënien tonë. Ne kemi dash me hiq nga i kënd në hyrje të Lipjanit dhe kemi disloku më larg si pronë. Do të thotë komuna e ka vetëm pronën, asgjë më shumë. E çka e mbrojti dhe i thash atje deponin të Topliqani, pse për ta i dole mbrojti, çka po ti? Tash është e sashtë. Jeta, qore më të vërtet, është problem me këto njerëz, me hoq Kosovë. Është problem se kanë deviju nga çdo gjë. Çka po them me thon? Kesh ty thon diçka, vish një fjalë. I kam më 16 sekonda. Kesh ty thon një çështje. Ja më akry 16 sekonda. Kesh ty thon një çështje. Ne të orienton ku e ka deponin që tash në Lipjan. Ne të orienton mund të më kallzon.
Cilën anë e ka, në lindje, në verilindje, ku e ka, vetëm të kallëzon ku e ka, unë të kallëzoj në gjitas me rrugën tranzit është. Më falë, koha e Ardianit është, koha. Kam për kryetorin që këtë pyetje kanë të gjithë qytetarët e Lipjanit. Ku e kem deponinë e mbetorinave nëse ne jemi të mvarën prej kompanisë pastrimi, që është kompani regionale, çka keme bë ti me mbetorinat? Ti po e hedh fojnë se ka mbetorinat, s'ka, po paraqet kriza që janë në nivel të Prishtinës, që ne menaxhojmë prej Prishtinës, atëherë na trego kryetar ku ka me pas deponi, edhe pse bërllogu i qytetarëve të Lipjanit nuk hiqet për 7-8 ditë. Sepse ti nuk e din. Sa për qytetarët e Lipjanit duhet ta sqaroj. Nuk lejohen me pas komunat qeft në veti ose tek në veti deponi. Deponit për të ta shpjegoj. A ka mundësi me fol se Okej, veç pak. Nëse kupton një situatë, asnjë deponi pa qenë certifikume nga institucionet përkatëse të Ministrisë Planifikimit të Hapësinor, nuk mundet me hap deponi neve ku na konvenon. Nuk ka komuna jon deponi e cila është me akt ligjor. Deponia jonë është deponi regionale në Mirash. Atje është ndërmarrja komunale pastrimi. Nuk kem si komunë. Shukri po shpresoj që kompetencë komunale është temën e deponive. E ka antarin e në bërë të kompanisë regionale pastrimi. E ka nipin e vetë që e menaxhon kompaninë e pastrimit Lipjan. I ka ton kompaninë e pastrimit Lipjan. Aty janë deponit, pse si ka thonë nipit heqe për së mbunë e hurë. Po aty çdo ditë janë deponit edhe vazhdimisht po mbushet me deponi. Janë kompetencë komunale edhe ujrat, sepse po manipulohet, edhe ujrat edhe mbetorinat. Dhe rreth banesës, e kam këtu tatimin pronë që ka pagu, është në rrugën Radovan Zogović, objekti rezidencial në Prishtinë në emër të Imre Ahmetit. Okej.